Ne përkrojmë qasjen rajonale. Për arsye se mendojmë se qasja rajonale do të kishte efekt ku qeverit do të dakordojnë, ku pjesëmarrësit do ta mandatonin komisionin, i cili do ta interpretonte historinë në mënyrë burimore dhe të duke u bazu në ngjarjet që kanë ndodhur, dhe nuk do të lënte anime sipas interesit të shoqërisë të caktuar, po do të ishte në dobi të gjithë të rajonit. Disi po flitet si në heshtje roli i iniciativës, a do duhet të jetë ndërlidhur me pajtimin apo jo, varet thjesht nga perceptimi se si dhe në çfarë mënyrë kjo shikohet. Më duket se disi është kriju një ta them një averzion i panevojshëm ndaj kësaj që në fund të fundit është pozitive për të gjithë. Një aktivitet i kësaj iniciative mund të ofrojë atë që ne e quajmë në gjuhën terapeutike përmbyllje të plagës apo përmbyllje të dhimbjes, dhe kjo e ka një efekt terapeutik dhe ndoshta mund të them që kjo ndoshta dhe mund të jetë një hap i domosdoshëm drejt një rruge e cila si tillë ndoshta do të jetë gjatë dhe ndërlikuar dhe e cila do të çojë herë kurdo drejt pajtimit. Nije lako među stranama u sukobu pronaći teren zajedničkog interesa, pa kažem koliko god su žrtve i interes da se rasvetle zločini i kazne počinioci koji su tim žrtvama narušili njihova ljudska prava, pa eto taj zajednički interes ima veliki potencijal zbližavanja ljudi, on ima čak i neku diplomatsku vrednost jer je prekograničnog karaktera. I ja verujem da on, bez obzira što počinje od jedne činjenice koja je onako i tužna i liči na neki pravni problem, on u stvari ima potencijal da zbližava ljude i da širi taj teren zajedničkog interesa. Ono što je definitivno ishod toga, to je smanjivanje tenzija. Të ketë parasysh që kusht për procesin e zhvillimit të pajtimit duhet të jetë, domethënë procesi i zhvillimit të ballafaqimit me të vërtetën që është një gjatë tepër e nevojshme për me mujt me arrit qëllimin kryesor. Ajo është qëllim kryesor procesi i pajtimit, se e nesërmja e kërkon. Još jedna stvar koja mi pada na pamet u vezi sa ovim što bi bile posledice, pozitivne društvene posledice delovanja Rekoma jeste što, to su pokazale i ove komisije za pomirenje u raznim delovima sveta, što to pruža priliku ljudima koji su učinili neko zlo da bilo time što će ga saopštiti ili time što će na bilo koji način sarađivati sa tom komisijom ili barem time što će učestvovati u skupovima i razgovorima ove vrste, dobiju priliku i pred društvom i pred sobom da se iskupe, da očiste ili barem umanje svoju odgovornost. Iniciativa pra mund të ndikojë që të kujtohet ajo se çka ka ndodhur, dhe unë mendoj që ndoshta kjo është vetmja gjë që ne si qenie njerëzore u kemi borxh atyre të cilët në një kohë, në një periudhë të caktuar ishin viktima, u kemi borxh pra atyre të cilët janë tani me ne, ndoshta u kemi borxh atyre, po u kemi borxh edhe vetvetes, po dhe gjeneratave të cilat do të vinë pas nesh. Prandaj ndoshta është diçka që është në fund të fundit shumë humane, edhe për ne, edhe për të tjerët. E veçanërisht një borxh ndaj atyre të cilët nuk janë më me ne. Ndoshta kjo është edhe përkrahja e vetmit të cilën familjarët shumë të personave të zhdukun e presin. Na në Kosovë kemi edhe viktima të reja. Kemi viktima kur dihet që pas luftës është një grupacion. Janë 80.000 njerëz
pensionistë dhe invalid, të cilët nuk i marrin pensionet e veta, nuk e marrin kontributin të cilin ata e kanë dhanë gjatë moshës kur kanë mujt me punu, kur kanë mujt me kontribu për ndërtimin e kuadrëve, për ndërtimin fizik dhe psikik të gjitha gjeneratave. Andaj, 80.000 njerëz kanë betë pa përkrahje materiale, e sot është pikpyetje edhe në aspektin ekzistencës fizike, e mos të thojmë aspektin psikik. Sa janë deformimet, sa janë degradimet, sa janë nënçmimet. Kur krijohet krejt ky proces, kërkohet se ne edhe me